para pak ditësh, u folë se sulmuesi Brian Gruda mund të përfaqësonte Shqipërinë ose Kosovën në të ardhmen, pasi te Gjermania shanset për të qenë te ekipi i parë u vlerësuan shumë të vështira. Megjithatë, postimi i fundit i 24 vjeçarit jep fund shpresave të Shqipërisë dhe Kosovës. Gjithmonë krenar që luaj për Gjermaninë, një pengesë e vogël, por i kënaqur me rezultatet, kthehem së shpejti, shkruan Gruda në Instagram. Reagimi i mosipërm është sinjal i qartë për talentin me origjinë shqiptare, për të nuk ka zgjedhje tjetër përveç pancerave. Në një kohë kur suksesi ndërkombëtar kërkon përkushtim të jashtëzakonshëm dhe konkurrencë të fortë, një emër nga vendi ynë po shënon një arritje të rëndësishme. Marigona Uka është ndër gratë e para që ka arritur të sigurojë një pozitë të lartë në gigantin global të teknologjisë, Microsoft. Me prejardhje nga Polaci i Skënderajt dhe mbes e familjes Bujupi nga Arllati, rrënjët e saj lidhen ngushtë me këtë trevë, duke bërë edhe më të veçantë këtë sukses. Rruga e saj drejt këtij suksesi është dëshmi e punës së palodhshme, disiplinës dhe besimit në vetvete. Ky moment nuk përfaqëson vetëm një arritje personale, por edhe një inspirim për shumë të rinj, veçanërisht vajzat që synojnë të depërtojnë në skenën ndërkombëtare. Arritja e Marigonës vjen si një lajm krenarie për komunitetin ton, duke dëshmuar se talenti dhe përkushtimi mund të tejkalojnë çdo kufi dhe të hapin dyert drejt mundësive globale.